Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Fol Shqip. Si është e konga? Ka dalë hasëm se këtu ka burra. Pasha nonën, shumë kongë e fort është. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve në mban botës, ku të që jeni, Zoti ju rujt me krejt familjet që jeni. Respekt nga shtëpia më e madhe dhe më e bukur e diasporës shqiptare në zemër të Zvicrës, si gjithmonë në vitin e 9, tashmë bashkë me kolegun tim, ju përshëndesim gjithëve. Ju urojmë t'jeni mirë gjithë me shëndet dhe urojmë që t'keni diçka përpara tash, në çaj, në shtapit, në kikirik, në gjo, edhe duke shijuar këtë mbrëmje dhe këtë emision gjithmonë me ekskluzivitet. Kemi dy personazhe të ftuar sonde për herë të parë. Njona është për arsyen e promovimit këngës saj, por mbi gjitha ka emrin tim. Mirë po gjinisë femërore. Altina! Ma vonë do të regojmë për Altinën. Interesant më ka dukur, më ka shkujt dikush me emrin Altina. Thash, Altina, knove s'knove, qka do që të bëjsh ti kje me konë Fol Shqip Show. Kurse personazhi i dytë është një boksier me një karrierë shumë të fresket, mirë, por gjithmonë fitimtare. Është ideali, shumë i përgatitur, edhe kam pas dëshirë me qenë edhe ky në Fol Shqip Show për të na treguar për sukseset e tij, për ndeshjet e tij, për rrahjet që ka bo, disa fitore në boksin profesionist, disa fitore në boksin amateur, edhe kemi një ndeshje të radhës që do e themi pasaj që do të bashkojmë gjithë shqiptarët për ta mbështetur patjetër. Deri atëherë marrash ne na duhet që të falenderojmë hercat tonë që janë gjithmonë partner me Fol Shqip Show, duke i ftuar të gjitha kompanitë, bizneset në diasporë dhe në vendet tona që t'jenë të vëdijshëm që ne kërkojmë dhe jemi të gatshëm për bashkëpunime me biznese serioze të mira dhe që e lidh diasporën me vendlinjen apo vendlinjen me diasporën. Vielen Dank. Komplexi Annecy. Der Annecy-Komplex in Macrash bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank. Ta më shëli që të këmishë vazë më del një varë se katunari thujnë këtu nxirë varzën e harit. E kokra katunarit jam, përveç jam katunar, jam edhe fshatar, 2 herë keq. Fshati më i bukur turistik në Arton, Gjilan, Kompleks Annecy, ju ftoj gjithëve që ta bleni villën tuaj, ta porosisni villën tuaj për verë, për dimër, për pushime, për vikende, për grill me bazen, pa bazen, sipas dëshirës, me pompë termike, mulo verë dhe dimër në Kompleksin Annecy në Gjilan, që e përshëndesim dhe ju ftoj të jeni gjithë pjesë e këtij fshatit bukur turistik. Ja ku e keni kontaktin në numrin e telefonit. Vielen Dank Dentfix, Ihr Traumlächeln in besten Händen. Modernste Technik, höchste Hygienestandards und persönliche Betreuung durch Dr. Fehim Haliti. Von Vorsorge bis ästhetischer Zahnmedizin, Dentfix sorgt für Ihr gesundes, strahlendes Lächeln. Vielen Dank. Dentfix është shtëpia e buzëqeshjes, shtëpia më e madhe dhe më e njohur në Kosovë, sa i përket rregullimit dhe mjekimit të dhëmbëve. Dentfix është partner me Fol Shqip Show. Dentfix është për një buzëqeshje fiks. Ju ftoj gjithëve që t'jeni pjesë e Dentfix, diasporë e dashur vetëm Dentfix, kështu që ja ku keni Dentfix. Vielen Dank Care Hair Fix, Ihre Nummer 1 für Haartransplantation. Mit modernsten Methoden bietet Care Hair Fix natürliche Haarwiederherstellung auf höchstem Niveau. Jede Behandlung wird individuell geplant für eine einzigartige Haarlinie, volles Haar und neues Selbstbewusstsein. Vielen Dank. A jam këtë planin regjia? Jam, domethënë jam këtu. Care and Hair është shtëpia më e re e mbjelljeve të flokëve. Kështu që ju ftoj të gjithë shqiptarëve të diasporës, që edhe të Kosovës, edhe të treve tona, që nëse keni dëshirë për të mbjellur flokët, shumë suksesshëm, mirë, pa dhimbje, me mjekët më të mirë, me aparaturat më të fundit që nuk i gjeni askund tjetër, e keni Care and Hair. Care and Hair Fix në Prishtinë. Dent Fix, Care and Hair Fix. Dhom Fix, Flok Fix. Të dyja kombinimi bukur, mos i rregulloni gojën edhe flokët, edhe mundeni me gjetë një nusë më martu shumë më lehtë më kollaj. Faleminderit shumë, Care and Hair që jemi me Fol Shqip Show. Vielen Dank Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. Mbushën e luksin e aeroplanit me kufera,
hajdeni për Zvicër, për Zyri, për Bazel, për Gjenevë dhe anasjelltas për Prishtinë nga këto 3 vende. Përndryshe edhe në gjithë Europën, Prishtina Tiket ju mundson fluturimin tuaj me çmime të mira, të lira dhe mund të zgjedhni edhe vendin, mund të zgjedhni me të njëjtin çmim edhe kuferin, pra nuk keni pagesë shtesë për kufera që keni me vete. Kështu që me Prishtina Tiket ja ku keni. Faleminderit. Dojmë pak shqip. Vazhdojmë me mëso shqip në fol shqip, bashkë me autoritetin e mediave audiovizive në Shqipëri, si gjithmonë kemi bashkëpunimin ngushtë. Unë jam nxënës si sot, Marashi është mësuesi, edhe vazhdojmë me orën e mësimit. Vazhdojmë. Forma e gabuar, fjala te ty. Atëherë këto janë forma, këto janë shprehura në gjuhën shqipe. Po. Por janë disa shprehje të gabuara, disa të duhura, të qelluara. Që duhet mi zavendësu. Pra domethënë, forma e gabuar dhe forma e saktë që duhet shprehur në gjuhën shqipe, Marash. Apo jo? Korrekt. Në qoftë se flasim sonde du marrë të ty Te ty me pi një kafe, është gabim. është forma e gabuar. Po. Pra në qoftë se them sonde du marrë me pi një kafe të ti, Kjo është është korrekt. korrekt. Në qoftë se themi për një sektor apo ku diun një Organizat. organizat, Fjala instituti është gabim, instituti është e saktë. është të saktë. Mësues Me Marashi. T. Instituti. Korrekt. Karotat që i hanë lepujt, karotat bëhen shumë në lushnjë më duket, apo jo? A bëhen shumë në divjaka ne më thon? Sa i fort jam. Karrot është formë e gabuar, pra e kursejmë një r, e bëjmë karot. Me një r, karot. Kultura e jon. Kultura e jon duhet me heq vetëm en, për me qenë forma saktë të shprehur në gjuhën shqipe. E heqim en dhe del kultura jon. Jon. S'ka nevojë për e jon. Hiqet eja. Çfarë ndodh? Këtu fjala është gabim. Apostrofa. Domethënë, po, apostrofa. Çfarë patë Po apostrof. apostrofën lart, vjen direkt çfarë ndodh? Ekuilibra të reja. Ekuilibra të reja. Të reja. Atëherë ekuilibra të reja zëvendësohet është shprehje e gabuar, zëvendësohet me ekuilibra të rinj. Ekuilibra të rinj. Vendi i të drejtës. Duhet. Vendi i së drejtës është e saktë. Jo vendi i të drejtës, po vendi i së drejtës. I së drejtës, bravo. Mësohuni mos dëgjoni. Mësohuni mos dëgjoni. Është shprehje e gabuar. E sakta është mësohuni të mos dëgjoni. Të mos dëgjoni. Faleminderit shumë autoriteti media audiovizive në Shqipëri, me zonin kryetare Armela Krasniqi. Shumë faleminderit. Atëherë vazhdojmë me programin ton pa humbur kohë, duke ftuar një djalë, një yll nga diaspora. Pra gjithmonë ne kemi bazën e Fol Shqip Show, është promovimi i sukseseve të shqiptarëve të diasporës, i arritjeve të shqiptarëve të diasporës, i bizneseve të suksesshme në diasporë, i pozicioneve të punës që kanë kapur shqiptarët në sektore të ndryshme në diasporë dhe në sport dhe gjithandej. Sonde kemi një djalë ftuar në Fol Shqip Show për herë të parë nga Lushnja e Shqipërisë, qyteti i Lushnjës së Shqipërisë, i cili quhet Kelmend Halili. Kelmend Halili, një boksier i cili ka fituar disa runde edhe në boksin amateur, por edhe në profesional. E kështu që për me marrë më tepër detaje të hollësishme nga jeta e tij profesionale apo e karrierës së tij, Marash, a e ftojmë? E ftojmë.